Këto pamje tregojnë tentativën e një të riu për grabitjen e një pike transfertash parash në zonën e Shkozës në Tiranë, pas të cilës përfundoi në pranga. Autori identifikuar Kledi Ymeri shkoi direkt në sportel dhe kërcënoi punonjësit me një send në dukje armë zjarri. Por reagimi menjëhershëm i policisë së shtetit ja prishi planet. Policia thotë se 23 vjeçari tentoi të largohej, por nuk arriti të shpëtojë prangave. Gjatë kontrollit të zonës, përreth u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, sendi i përdorur prej tij gjatë ngjarjes. Rezultoi se ishte kjo lodër në formën e një pistolete prej materiali plastik. Ky është një rast i dytë përgjatë muajit i grabitjeve me skemë të ngjashme të institucioneve financiare. Ditët e para të qershorit në një dek të bankës OTP, një person ende i pa identifikuar që mbetet ende i lirë, arriti të grabisë aty në kërcënim një klient që po depozitonte para. I riu shfrytëzoi momentin kur roja e sigurisë nuk ndodhej në detyrë dhe kishte lënë derën hapur dhe në kërcënimin e një sendi në dukje pistolet, arriti të marrë deri në 15.000 pound, sipas pretendimeve të qytetarit që po depozitonte parat në bank. Autori arriti të largohet ndërsa roja privat i sigurisë së bankës OTP u arrestua për shkelje.